Gjykata e Tiranës ka vendosur dënimet për motrat Mariela dhe Antonella Berisha, të cilat sulmuan me sende të forta blogeren Klea Prenga në gusht të vitit 2024. Ngjarja ndodhi në një nga restorantet e kryeqytetit ku Klea Prenga po darkonte. Motrat Berisha e sulmuan barbarisht për motive banale, duke e goditur me sende të forta. Ekspertiza mjekësore konstatoi plagë të shumta në fytyrën e Prengës, të cilët konsiderohen të pariparueshme. Pas sulmit të Mariela dhe Antonella u shpallën fillimisht në kërkim, por 2 muaj më vonë u vetëdorëzua në polici. Rasti u bë i njohur edhe përmes rrjeteve sociale, ku Prenga publikoi fotografi nga spitali, duke treguar plagët e marra nga dhuna. Gjykata e Tiranës vendosi që Mariela Berisha të vuajë 3 vite burg për shkak të gjykimit shkurtuar, dënimi u ul në 2 vite, ndërsa Antonella u dënua fillimisht me 3 vite shërbim prove, që gjithashtu u reduktua në 2 vite për shkak të gjykimit të shkurtuar. Ky vendim nënvizon seriozitetin e drejtësisë në trajtimin e rasteve të dhunës publike dhe sulmeve me pasoja të rënda ndaj personave të pafajshëm.